إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allahun Azza wa Jalla lavdërojmë, ata falenderojmë, vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë mbrojtje të Allahu Azza wa Jalla nga të këqijat e shpirtave dhe veprave tona, atë të cilën na udhëzon Allahu me mirësinë dhe urësinë e tina, nuk ka kush që humb. Mirë po atë të cilën e lën në humbje me drejtsinë e tij, nuk ka kush që udhëzon. Dëshmoj se nuk meriton të adhurohet askush më të drejtë përveç Allahut, i cili është një dhe nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguari i tij, paqja, mëshira, bekimet e Allahut Azza wa Jall qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata të cilët e përcjellin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Nuk ka dyshim se fjala më e drejtë dhe më e vërtetë është fjala e Allahut Azza wa Jall, ndërsa udhëzimi më i mirë dhe më i plotë është udhëzimi i pejgamberit tonë Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, ndërsa vepra më e keqe dhe më e shëmtuar është ajo shpikur në fe, nga se çdo shpikje në fe është bidat risi, e çdo risi që në humbje, e çdo humbje që në zjarr të xhenemit, Allahu na mbrojt neve dhe juve prej tij. Vëllezër të nderuar, e këshilloj vetën dhe juve që t'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall me një frikë sinqert, dhe mos vdesim ndryshe vetëm se duke qenë musliman. T'ja kem frikën e Allahut Azza wa Jall kudo që t'jemi, edhe të pasojmë të keqen me të mirë, se mira e shtyn të keqen, mirë po edhe të silmi me njerëz me një edukat dhe moral të lartë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në fillim kur dun në Medinë, dhe i mante ligjëratat dhe hutbet e tij, i mante me një trong në trupit të palmës së hurmës. Dhe pas një kohë pi thonë ja Rasulullah, ata marrojmë, ata ndërtojmë një mimber. Mimber është ky ku jam tashune. Të në rregull, qofse doni. Dhe ja ndërtuan mimberin, edhe pasi që po fillon me i majt hutbet në mimber, po dëgjohet një za prej atij trungut kur mante më herët hutbet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në fjalimet e tij, si e çajtur, dhe pi afrohet dhe po e qetson ashtu siç e qetson nona fëmijën e vet kur kanë. Edhe pi thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, apo e dini se pse po vjen ky za pe tina, pse po çon? Po çon për shkak se dëgjon të përmendjen e Allahut Azza wa Jall, edhe tash një farformë unë jam largu për i këti, edhe nuk e ka atë një të nafërsi që e kam pas më herët. E a ka përkujtim më të mirë vëllezër të nderuar se fjala e Allahut Azza wa Jall dhe Kurani. Ishte muaji i Ramazanit, muaji i Kuranit, të cilën njerëzit munduan me shfrytzu me lloj-lloj ibadete, adhurime, duke shpresuar të afrohen me Allahut Azza wa Jall. Prej tyre adhurimi i leximit të Kuranit, dëgjimit dhe të vepruarit me tij. Mirë po jo, çdo gjë që ka përfundimin, edhe Ramazani pa përfundimin. E pas Ramazanit, njerëzit u ndan në dy grupe. Njerëz të cilët faktikisht u shoqëruan me Kuranin gjatë Ramazanit, edhe atë shoqëri e vazhduan edhe pas Ramazanit me të, duke lexuar mëngjes e mbrëmje, duke e filluar një hatme përfunduar, e me të përfunduar hatmen, filluan hatmen tjetër. Edhe kështu thjesht u bë shoqëruesi pandashëm
jetës dhe u mishruan me Kur'anin. Ky është vetëm një grup e të paktë janë ata. E grupi tjetër është për cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju ka anku Allahu azza wa jall për ta. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha al-Qur'ana mahjura. Thaj dërguari, o Zoti im, populli jam e ka braktis këtë Kur'an. Populli im e ka leqit, je ka kthy shpinën, u largu, s'po dënë me limo për këtë Kur'an. E kjo është grupi i dytë për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam piankohet Allahut azza wa jall. E cilët janë ata që e kanë braktisur Kur'anin, që rumë në Zot mos jemi edhe na prej tyre. Do të asharojmë me lejen e Allahut azza wa jall në vijim. Braktisja kryesore e Kur'anit vëllezër të nderuar është me braktis të besuarit në të. Ashtu siç kanë thonë ata që në realisht ishin pa besimtarë. Thënë pa besimtarët, nuk do të besojmë për këtë Kur'an, nuk do të besojmë këtë Kur'an. E çka është besosh në Kur'anin? Për me ditë se çka është mos besosh Kur'anin. Të besosh Kur'anin është që njeriu të beson se Kur'ani është fjalë e Allahut azza wa jall. Që çdo shkronjë, çdo ajet, çdo sure, çdo dispozit, çdo tregim, çdo informatë që ka dhënë për të kaluar në për të ardhmen në të, është hak, është e vërtetë, është dritë, është udhëzim për njerëzimin. Dhe thjesht në të nuk ka ndërhyrë dora e njeriut nga se Allahu azza wa jall e ka marrë përsipër për të ruajtur. Dhe ky është besimi që duhet me pas çdo besimtar. Mirë po, a jem ne të kontestuar këtë besim? Besoj që shumica e besimtarëve që thojnë fjalën la ilaha illallah Muhammedur Rasulullah nuk e bojnë gjatë tillë. Spaku me gojet e tyre. Mirë po praktikisht kur ti sheh se si kanë raportet me Kur'anin, e sheh sikur e kontestojnë këtë besim të tyre, duke menduar se Kur'ani ka zbritur në shekullin e 6-7, ka qenë për atë kohë, për atë vend, për atë njerëz, në farformi sikur ka dalë fati, nuk vlenaj për neve sot. Nuk është kushtetut për neve sot. Nuk duhet me rregullu imanin dhe jetën tonë me të sot. E kjo është realisht një pikave që realisht gjendet mesin tonë, e që realisht e atakon besimin e drejt për drejt në Kur'anin, e që braktisja e parë që i bëhet Kur'anit vëllezër të nderuar është njeriu mos me i besu Kur'anit, mos na bëj Zoti prej tyne. Braktisja e Kur'anit vëllezër të nderuar është njeriu me braktis leximin e tij. Watlu ma unzila ilayka min kitabi rabbik, betot Allahu pejgamberit tina, dhe lexoat çka zbritur prej librit të Zotit tënd. Warattilil Qur'ana tartila, edhe lexo Kur'anin me lexim të bukur. Këto una pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i praktikon të jetën e tij se në mëngjes e mbrëmje e lexonte, namaz dhe jashtë namazit e lexonte, i këshillon të shokët e vet të lexonte, të lexonin Kur'anin. Abdullah ibn Amr ibn al-As e pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për leximin e Kur'anit dhe thot për çdo muaj lexo Kur'anin, për çdo muaj bën e hat me Kur'anin, mos të kalon një muaj mos me vao Kur'anin. E vet ky person kur u pyet se sa duhet me bën njeriu hat me Kur'anin, thot 40 ditë. Që i bie që runa Zot, edhe këtë kanë marrë rregull dietarët se nëse i kalojnë dietë njeriu 40 ditë dhe nuk e ka bë hat me Kur'anin, realisht ai ka braktisur Kur'anin edhe bleqit dhe ja ka kthy shpinën e Kur'anit. E pas leximit të Kur'anit vëllezër të nderuar, braktisja tjetër që i bëhet është njeriu mos me dëgju Kur'anin. E dëgjon hoxhën të lexu e zot pak namazin e sabahut, të yacis, të akşamit, edhe vjen vështirë. Është në vetur, dikush e ka lëshu Kur'anin, dhe vjen vështirë me lexu, me dëgju Kur'anin. As nuk e lexon, po edhe me dëgju. Pikrisht siç kanë thonë ata që nuk ishin pa besimtar. La tasma'u li hadha al-Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Mos e dëgjoni këtë Kur'an. Edhe bëni zhurmë kur të lexohet që thjesht të ngadhnjim dat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me Kur'anin me cilën ka ardhur. Ama ata kanë qenë pa besimtar. Ata janë konë në armiq të fesë dhe të pejgamberit dhe të Kur'anit. A besimtari nuk duhet runa Zot me ran këtë gjendje që mos me pas durim edhe me dëgju Kur'anin. Përkundrezi Allahu azza ka kërkuar prej neve
wa idha quriya al-Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kur lexohet Kurani, dëgjoni me vëmendje dhe vënja veshin nëse dëni me kon të mëshiruar, nëse dojmë rahmetin Allahut azza wa jall, njeriu duhet me dëgju Kur'anin, nëse s'dën me lexu Kur'an, duhet me dëgju Kur'anin. Braktisë tjetër vëllezër të nderuar që i bëhet Kur'anit është njeriu kur e braktis që me mësu edhe me studiu Kur'anin. Nëse njeriu nuk mundet me përfitu realisht prej Kur'anit, nëse nuk e mëson Kur'anin, nuk ja din dispozitat e Kur'anit, nuk i din urësi dhe mësimet që nxjerrin prej Kur'anit. Allahu azza wa jall i ka çortuar munafiqët. Ai ka thonë efala yatadabbarun al-Qur'an. As po studiojnë Kur'anin, as po meditojnë për Kur'anin. Law kana min 'indi ghayri Allahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira. Sikur të kish pas në të kontradita, domethënë kishin gjetë domthon lawajadu fihi ikhtilafan kathira, sikur të kishin gjetë të kontradita, domthon të kishin leqitur dhe kishin larguar prej tij. Mirë, por në Kur'an nuk ka gjë të tillë. Pse si rrekim Kur'anit? Pse se studiojmë Kur'anin? Afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Pse nuk po e meditojmë Kur'anin, apo na u kanë mbyll zemrat tona? Thash na u kanë prangos zemrat tona. Nuk dojmë me dëgju Kur'anin, nuk dojmë me dëgju një koment të ajetit Kur'anit, nuk dojmë me dëgju një ligjërat Kur'anit, nuk dojmë me dëgju një hutbën që komentohet Kur'ani. A kështu është halli besimtarëve? Abu Abdurrahman as-Sulami ka qenë një prej tabiinëve, tregon se ata që ne mësonin Kur'anin prej sahabëve, jo transmetojnë se tradita e tyre kishte qenë që nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me ndo Kur'anin 10 ajete. I mësonin nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam 10 ajete, edhe e mësonin se çfarë kuptimi ka në të, edhe e praktikonin dhe mësonin thotë edhe diturinë dhe punën për një herë. Nëse dera e veprës dhe praktikimit Kur'anit është njeriu me mësu Kur'anin. Mirë, po praktikisja më e madhe vëllezër nderuar që i bëhet Kur'anit është njeriu kur ja kthen shpinën dhe nuk e praktikon Kur'anin dhe nuk e punon me Kur'anin, edhe nuk dën me dëgju për Kur'anin. Ka mundsi njeriu edhe me ditë përmendsh Kur'anin, edhe me lexu rrjedhshëm Kur'anin, edhe thjesht leximi i tina është domethënë për çdo lavdat. Ka edhe të tjerë që ndoshta se lexojnë Kur'anin, mirë po dy të bashkohen një punë, se thjesht ose e marrin Kur'anin parcialisht, çka ju konvenon atyre, çka ju pëlqen atyre, nuk e marrin tërësisht ashtu çka zbritur. E marrin ndoshta sa i përket edukatës, mirë po nuk i marrin sa i përket besimit dhe bindjeve që nxjerrin prej Kur'anit. Qofse thjesht ka ardhur në projekte kuranore se ata që t'jen pa besimtar, mos i merrni për meç kurrë. Nuk do të me dëgju. Qofse i dëgjon ajetet për kamatën, s'do më javnu veshin. Qofse është gru, dëgjon ajetet për hijabin, nuk do me kthy shpinën. Qofse në ajetet që të folin për trashëgimin. Qofse është vëlla edhe ja han hakun motrave të veta, nuk do me dëgju për këto dispozita që kanë ardhur nga Kurani, nga se realisht i kanë dhënë gjërat. Pjesërisht, ajo që i konvenon, ajo që i pëlqen, atë praktikon, qofse është pejsasina që praktikon diçka. Mirë po ka shumë prej neve vëllezër të nderuar, ndoshta në Ramazan ka pak e dëgjojmë Kur'anin e munduam ndoshta në namaz me bë, për ndryshe mbasi që të kalon Ramazani nuk dojmë me dëgju as leximin, as domethënë praktikuarit e tij, e Zoti mos na bëj prej tyre, për çet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë një ditë kur ishte duke të qëndruar me shokët e tij, tregon Abu Darda, e thotë se kanë frikë se ka ardhur koha kur do t'ju vjedhet dituria. Edhe ka qenë aty një sahabi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ka thonë ja Rasulullah, çush që më ndodh kjo? Ne lexojmë Kur'anin, kena më jam mësu grave dhe fëmijëve tona Kur'anin dhe nuk do të lejojmë një gjatë tillë më ndodh. Thotë o Ziyad, kam menduar që i për njerëzve të mençur mos pas nona. Pas pishet dhe më thonë krishterët dhe jahudit, të cilët e kanë edhe Tevratin dhe Injilin, e çka ju boni dobi dhe më thonë që i kanë ato dy libra në prezencë tyre. I deformuan
i shtrembruan, si praktikuan, e çka thjesht përfituan ata prej asaj se e kanë një libër që pretendojnë se është i shenjtë. Zoti mos na bëj për atyre të cilët kanë vepruar me librat e Allahut Azza wa Jall kështu. Mirë po dhe braktisja e fundit vëllezër të nderuar që i bëhet njeriu, që ja bën njeriu koronën është që njeriu koronën mos të gjej preje të shpirtit vet, ilaç të zemrës vet, shërim trupit vet, nga sa realisht edhe për këto është koroni edhe ilaç për zemrën, edhe për trupin. Ilaç për zemrën se qetëson shpirtin prej çdo ankthi, çdo stresi, ja largon çdo dyshim me kështu me radhë. Mirë po edhe është ilaç për trupin prej çfarë do smundi që ka mundësi me goditur. Tregon Ibn Qayyim rahmetullahi alayhi thotë se isha në Mekë, e usmua keq, edhe nuk ishte mjek. Edhe fillova me praktiku një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për disa sahabe të cilët realisht me Fatiha kishin trajtuar një smut. Edhe fillova me lexu vetes me lexu Fatihan me ditë duke përsëritur derisa me lejen e Allahut Azza wa Jall të gjeta në të shërim, edhe kush ka ardhur nuk ka ankuë. Po ndonjë smundi ku më thon lexo Fatihan se Fatiha është shërim. E koroni është shërim vëllezër të nderuar, edhe për zemrën, edhe për shpirtin, mi përmbet gjithash kushtetut dhe urrëfys që në nxjerr prej errësirës në dritë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه واشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. Vëllezër të nderuar, ne folëm për atë se si është gjendja besimtarëve, të cilët disa i rrekën koronit jo vetëm në Ramazan, po dhe pas Ramazanit, mirë po nuk janë shumicat e tillë. Shumica e kanë një lloj braktisjes prej atyre llojeve që i ceka. Dikush besimi i tij është i lohatshëm, dikush nuk don me lexu, tjetri s'don me dëgju, tjetri s'don me mësu, tjetri s'don me praktiku, tjetri nuk don me ushtru me ta, kështu me radhë, edhe secili ka lisën e ta. Mirë po cilat janë sebepet të nderuar që e bojnë njeriu që realisht me ranë në njën për këtyre llojet braktisjes të koronit. Dietarët kanë cekur dy sebepe. Ose njeriu nuk ja din vlerën e koronit, nuk e madhron koronin ashtu siç duhet me madhru besimtari, që me ditë se koroni është fjala e Allahut Azza wa Jall, se koroni është mrekullia më e madhe që është dërguar njerëzimit, se koroni është fjala e Allahut e cila ashtu siç dallon krijuesi prej krijesave, ashtu dallon fjala e krijuesit prej fjalave të krijesave. Nëse njeriu nuk e din këtë madhështinë të Kuranit, natyrisht ka me kompi atyre që e praktisin Kuranin. Apo ka unë zotë ata që të kanë mundësi me ditë madhështinë të Kuranit, mirë po epshi i tij, interesi i tij, ego i tij e bën që më shmang në më thonë praktikimit Koronit edhe dëgjimit Koronit. Allahu mos na bëft as për grupit parë, as dytit. Mirë po na bëft për atyre që ja dim fillimisht vlerën Koronit, madhështinë Koronit, ja dim se fjala Allahut Azza wa Jall, se njeriu nuk ka mundësi me përmend dhe me falendëruar Allahun Azza wa Jall më të mirë se me lexuar fjalën e Allahut Azza wa Jall. Mirë po na largar goft çdo ego, çdo tek, çdo epsh, çdo interes që ka mundësi me qenë pengesë mes neve dhe Koronit dhe praktikimit të tij. Për fund, vëllezër të nderuar, e kam një vërejtje që më duhet me thonë se ndoshta edhe më se kena përsitë ka filluar sikur mos zgjut kjo çështje. Çështja e parkingut të xhamisë. Ju e dini se kemi pe xhamia që më shumë të kemi parking në qytet. E kemi parkingun ton, e kemi parkingun që marrëm me qira, plus dhe më thonë një disa biznese këto që bashkëpunojnë me neve dhe ju lojnë mi parkuat e veturat. Ama jenë dy vrejtje. Vrejtja e parë është, ne përkundazi gjitha këtyre, e kem një njeri nga stafi jonë, i cili e ka jeleku një të regu që është zyrtar nga ne, që del dhe më thonë e menagjen punën e parkingut,
Edhe disa për juve vini me pa edukat, edhe thjesht konfrontoni me ta, ja ofendoni edhe nënë me fjalë, ata kanë dalë siç kam dalë në këtë shërbim të juve. E që realisht kjo është e papranueshme për një njeri i cili vjen në xhami. Për ata që shkojnë disa, domethënë lokale tjera, për tyre nuk është çudi çka flasin, çka bojnë. Ama ai cili vjen në xhami me pas si edukat, kjo është e papranueshme. Se po vim në xhami më bën më të mirë, me pas edukat dhe me kon më devotshëm. Jo unë zot me kon kryesë dhe arrogant. Edhe e dyta, çfarë logjike ka, nëse kem gjitha parkinga, edhe realisht ju parkoni në rrugë. Eruna zot me pas domi intervenim të emergjencës, qoftë policisë, zjarr fiksve, ndihmës parë domethënë me ark sebeb, domethënë çështja e xhamisë tonë ose parkingut ose në tekut një personit dhe me ndodh kjo punë, kjo më të vërtet është e papranueshme. Mos domethënë na shtyni edhe jo tash më pshtet për muri edhe me kërkuar edhe perandër sigurisë që më ardh një xhabit domethënë në javë tashme kush e lën kerrën në rrugë. Kisha pas qef mos më ardh kjo punë edhe me pas në mirëkuptim. Lusim Allahun Azza wa Jall që të na udhëzon neve, na drejton neve, na i fal gjunahet tona, mangësitë tona, të fal prindërit tonë, të fal krejt muslimanët në përgjithësi. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم يا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.